Regjistrimi është operacioni më i rëndësishëm statistikor në çdo shoqëri. Pa regjistrim nuk mund të projektohet ardhmëria. Nëse nuk e dini sa njerëz jetojnë në një shtet ose rajon, planifikimi do të duket sikur të vozitni pa drita në një tunel të gjatë. Për çka është regjistrimi? Shumica interpretojnë gabimisht si numër etnik. Regjistrimi tek ne konsiderohet si operacion politik e jo statistikor. Regjistrimi nuk është kjo. Është e vërtetë se numërohet popullata, por edhe shpërndarja e saj territoriale, struktura sipas shënimeve demografike, gjeografike, etnike, ekonomike dhe sociale. Numërohen anvisëritë dhe vendbanimet, shpërndarja e tyre territoriale, struktura e anvisërive. Sa njerëz jetojnë në rajon pa qasje deri tek uji për të pirë, pa rrymë ose pa qasje deri tek mjeku, a kanë kompjuter. Pa regjistrim nuk dihet se si është arsimi i qytetarëve, a nuk mund të thuret as politika bugjësore. Nuk dihet se sa prej popullatës merret me bujqësi, a kanë dhe sa kanë bagati dhe të ngjashme. Për shkak të rëndësisë dhe domosdoshmërisë për të dhënave të rinovuara, në secilin vend regjistrimi bëhet në çdo 10 vite. Sigurisht pyetjeni se si shfrytëzohen këta të dhëna. Informatat e mbledhura i nevojitet pushtetit qendror dhe pushtetit lokal gjatë planifikimit të mjeteve që duhet të shpërndahen për zhvillim ekonomik, arsim, mbrojtje shëndetësore ose ekologji. I shfrytëzojnë edhe bizneset private, por edhe sektori jo qeveritar. Çdo kush ka nevojë për këto të dhëna. Pa këta të dhëna statistikore, autoritetet nuk mund të dinë a kanë në ndonjë vendbanim nevojë edhe për një spital, a ka nevojë edhe për një shkollë ose foshnjore. Pa numrin e anvisërimeve dhe vendbanimeve nuk mund të planifikohet as zhvillimi ndërtimor, nuk dihet a është i mjaftueshëm ndërtimi i banesave ose ndërtohet shumë më tepër nga e nevojshmja. Regjistrimi është parakusht edhe për funksionimin normal të demokracisë. Të dhënat janë instrumenti kyç për listë dhe reale zgjedhore gjatë zbatimit të zgjedhjeve. Pa regjistrim mund të ndodhë lehtë manipulimi në listën zgjedhore. Regjistrimi përgatitet disa vite para se të zbatohet në terren. Duhet të sigurohet vazhdimësi dhe krahasueshmëri me të dhënat e regjistrimeve të kaluara. Në territorin e Maqedonisë regjistrimet e para janë shënuar në shekullin e 15, kur autoritetet turke i kanë regjistruar vetëm ata që kanë paguar tatime dhe popullatën mashkullore. Regjistrimi i parë bashkëkohor është zbatuar në vitin 1921, ndërsa pas luftës së dytë botërore në zbatuar 8 regjistrime: 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 dhe 1994 dhe 2002. Regjistrimi në vitin 2002 është i fundit të realizuar me sukses në vitin ton. Në vitin 2011 kishte tentim të pasuksesshëm për regjistrim të ri të popullatës, derisa miratohej ligji për regjistrim e kishte mosmarrëveshje politike në kuvend. Regjistrimi atë vit mbaroi pa sukses pasi të gjithë anëtarët e komisionit dhanë dorëheqje. Dështimi i regjistrimit në vitin 2011 don të thotë se vendi duhet të shfrytëzojë të dhënat nga viti 2002. Kjo do të thotë se Maqedonia tani më 15 vite nuk ka bërë regjistrimin e popullatës. Për çdo vendim prej bujqësisë deri në arsim sillen vendime në bazë të numrave nga viti 2002. Pa të dhëna të reja është rrezikuar planifikimi dhe zhvillimi në çdo sferë shoqërore. Sot institucionet sjellin vendime sipas të dhënave të pasakta. Çdo vendim në bujqësi, në arsim dhe në shëndetësi mund të ketë pasoja serioze negative sepse është bërë në bazë të dhënave të gabuara. Në fund, ku qëndron problemi dhe pse Maqedonia është njëri nga shtetet e ralla ku një kohë më të gjatë nuk është zbatuar regjistrimi. Politika duhet të lihet për politikanët, ndërsa statistika për statisticienët. Vetëm nëse ka konsenzus politik, Maqedonia mund të lëvizë një hap më afër regjistrimit të ri.